gati dhe nuk i lëm që ata të ecin zbathur, të eksperimentojnë, të formojnë një lojë të cilat ata mund të pëlqejnë edhe me gjëra rrethanore apo të luajnë të bashkëveprojnë me të tjerët, por jemi të prirur ndaj situatave të cilat mund t'ja bëjmë jetesën sa më të thjeshtë. Do të përmend vetëm një fakt për të kuptuar se sa të përkëdhelur mund të jenë fëmijët. Çdo prind që mua më vjen në klinik, unë bëj një kritik ndaj çdo prindi sepse shoh që 7, 9 vjeç, 10 vjeç, 12 vjeç, 15 vjeç, shoh që prindërit thotë pritet të zhveshur, pritet të lidhur me atletet. Jo, po se shikon në shtëpi i bën vetë gjërat, por po e bëj për shpejtësi këtu. Edhe është çdo ditë e njëjta histori. Kjo është vetëm një gjë të cilën nuk ka lidhje me asgjë, por ajo lidhja e atleteve të cilët unë e kërkoj, them shikoj herën e dytë të bësh, ka të bëjë me lëvizjen fine, ka të bëjë me pjesën e koordinimit, ka të bëjë me pjesën e përqendrimit. Pra, ka çdo lloj lëvizje që unë shoh te fëmijët, ka të bëjë me ka një arsye pse e kërkoj apo pse duhet ta shohim me atë lup. Ashtu siç edhe prindrit shohin fëmijët e tyre, çfarë do lloj gjëje që atyre nuk i pëlqen dhe nisen nga ana estetike.